Uzurpimi i trotuareve nga ana e bizneseve dhe kafeterive në Tetov po pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve. Tavolina, karige, frigorifer, materiale të ndryshme dhe gjësende që shiten bllokojnë dhe pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve në trotuare. Më problem deltet lëvizja e personave me nevoja të veçanta si dhe prindërit që lëvizin me karroca për fëmijë. Ata ankohen jo vetëm për bizneset, por edhe për veturat e parkuara në trotuare. Të njëjtit bëjnë apel që sa më shpejt që të jetë e mundur të lirohen hapësirat publike dhe që qytetarët të mund të lëvizin lirshëm. Dihet apelojnë gjithë të lirohen trotuaret. Është një jo kulturë dhe nuk kanë pastërti. Për shembull të pish një kafe rreth rrugës me pluhun, me mbeturinën. Duhet të jenë pastërti dhe fëmijët, kur jam veçanërisht me familje që me fëmijë për këtë është më asë. Pa nuk ka nevojë unë që kujtoj atin, ato duhet vetë të dinë se dalën çdo ditë dhe udhtojnë, ecin këtë rrugë. Duhet vetë ata, nuk ka nevojë populli ti çojë me zor atë. Mi smeta, ne dhe kanë mi smeta, nëse momene, i bebi një sukalice ne mos dhe prit. Nuk kam koment, më pengon, jo që nuk më pengon. Jo vetëm mua, por edhe më të rëndë kanë prindërit me karroca që kalojnë, dhe personat në moshë, por dhe ata me invaliditet. Shpresojmë që të zvoglohet pak numri i atyre që pengojnë lëvizjen e lirë. Veturat e zonë krejt trotuarin, parkohen vend e pa vend, ne detyrohemi dalim rrugë me kolicën çdo 10 metër. Çdo 10 metër. Në rrugë, pastaj së ndalish se parkohen dysh, duhet shumë të kalosh që dalish prapë në trotuar ku është lirë diku. Që ajo është ma problem se sa këta që qesin produkte. Duhet vetë qytetarët të jenë ndërgjegjshëm. Jo të talem veturën edhe mos mund të kalojsh. A ne do gjejmë zgjidhje, po ka edhe invalid me kolica, ai si diabonaj. E lem veturën në trotuar dhe komuna çaq mundet se cëllin ta kapën për vesh ti thotë vetë duhet ne të jemi të ndërgjegjshëm. Më problematike shfaqet pjesa e qytetit nga rrethrotullimi të vendi i njohur si ëmbëltora taksit deri te xhamia e Pashës, ku pothuajse secili biznes në një mënyrë apo tjetrën ka zaptuar një pjesë të trotuarit. Nga komuna e Tetovës thonë se janë në dieni për këtë dukuri dhe se nga dita e hënë do të shpeshtohen kontrollet për të larguar gjërat nga trotuarët, ndërsa paralajmërojnë edhe nisjen e një fushate sensibilizuese për rritjen e vetdijes qytetare. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se së bashku me inspektoratin komunal do të angazhohen për të larguar çdo gjë që pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve. Komuna vazhdimsi ndërmerr aksion, inspektorati komunal është përdit në teren dhe mundohemi të ballafaqohemi me këtë dukuri, edhe pse është fakt se në përditshmëri ne gjithë që lëvizëm në Tetov në përditshmëri, qytetarët nxjerrin, çfarë do lloj mallrash apo pajisje dhe me të cilat e bllokojnë lëvizjen e qytetarëve, por them edhe një herë, inspektorati është në përditshmëri në teren, largon në disa raste dhe konfiskon gjithë ata të cilët, edhe madhët edhe pajisjet të cilët e bllokojnë rrugën. Inspektorati është në teren, tash ka nevojë ndonjë kampanjë informuese dhe edukuese, ndoshta mund ta organizojmë edhe një kampanjë të tillë, paralel me masat cilat merr edhe inspektorati, ndoshta do të duhet të shohim mundësinë edhe bashkë me shkollat, me nxënësit, që realisht të bëjmë presion publik gjithë atyre të cilët pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, që në mënyrë të organizuar dhe me një përgjigje edhe institucionale, por edhe shoqërore, dal nga dal ta eliminojnë këtë dukuri. Përndryshe në rastet të zaptimit të trotuarit pa leje ose nëse tekalohet hapësira e lejuar, inspektorati mund të kërkojë largimin e pajisjeve dhe mund të shqiptojë sanksione. Ka raste të dokumentuara ku lokaleve u është dhënë afat për largimin e tavolinave apo karigeve të vendosura ilegalisht në trotuar. Rregullat e komunës së Tetovës janë gjithashtu të qarta se pajisja urbane nuk guxon të pengojë lëvizjen e komsorëve dhe nuk lejohen bariera që pengojnë lëvizjen e sigurt ose lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara.